Radio Televizioni Publik Shqiptar ka nisur zyrtarisht përgatitjet për edicionin e 65 të Festivalit të Këngës, një prej ngjarjeve më të rëndësishme të muzikës së lehtë shqiptare. Netët finale të festivalit do të zhvillohen gjatë muajit dhjetor. Radio Televizioni Publik Shqiptar ka hapur thirrjen për krijuesit, kompozitorët dhe interpretuesit shqiptar nga Shqipëria, Kosova dhe diaspora, të cilët do të kenë mundësi të paraqesin krimet e tyre për edicionin e ri. Një nga kushtet kryesore të konkurimit lidhet me origjinalitetin e këngëve. Veprat e dorëzuara duhet të jenë tërësisht origjinale dhe të mos jenë publikuar më parë në asnjë platformë. Rregulloria parashikon gjithashtu ndalimin e përdorimit të inteligjencës artificiale për realizimin dhe prodhimin e këngëve pjesëmarrëse. Radio Televizioni Publik Shqiptar synon të mbrojë krijimtarinë artistike, autorsinë dhe të garantojë një konkurim të bazuar te puna e artistëve. Aplikimet do të hapen më 22 shtator dhe do të pranohen deri më 27 shtator. Procesi do të zhvillohet online përmes formularëve të posaçëm, ndërsa artistët duhet të njihen paraprakisht me rregulloren dhe kushtet e konkurimit. Me nisjen e fazës përgatitore, Festivali i Këngës hyn në rrugtimin drejt edicionit të tij të 65, duke vijuar traditën shumë vjeçare të promovimit të muzikës së lehtë shqiptare.